Turqit kanë vendosur të heqin përfundimisht dorë nga Air Albania. Kompania e fluturimeve është në kolaps financiar dhe për shkak të kësaj situate Turkish Airlines ka vendosur të shes 49% të aksioneve që zotron aty. Lajmi bëhet me dije nga media turke. Turkish Airlines ka vendosur të shes të gjitha aksionet e saj prej 49% në Air Albania SHPK, linjën ajrore kombëtare të Shqipërisë. Bordi i drejtorëve të THY-s njofton se zhvillimet e rëndësishme në lidhje me këtë çështje do t'u njoftojnë investitorëve. Turkish Airlines ka 49% të aksioneve. MDN Investment në pronësi të shtetasit Sinan Idrizi ka 41% dhe Alp Control ka 10% të aksioneve, megjithëse në ekstrakt dhe sistemin e QKB-s del me 1%. Që nga viti 2018 kompania ku është aksioner edhe shteti shqiptar Air Albania nuk ka asnjë pasqyrë financiare publike me të ardhurat, shpenzimet, fitimet dhe humbjet parashikuar në ligj. Por vetë Turkish Airlines në bilancet e 9 mujorit 2023 deklaronte se borxhet rezultojnë $33 milion, 7 milion më shumë se ç'ishte borxhi total i vitit të shkuar. Ndërkohë pak muaj më parë, kompania amerikane Get Aircraft dhe Engine Leasing Limited me seli në Florida ka depozituar një kallëzim penal në SPAK kundër ortakëve të Air Albania për fshirë Sinan Idrizin dhe dy ortakët turq të Turkish Airlines, Sinan Dilek dhe Sinan Ishik. Sipas dokumenteve të depozituara, amerikanët akuzojnë Air Albanian për mos respektim të kontratës së qerasë së dy avionëve të pasagjerëve të tipit A320-200, të cilët janë përdorur në mënyrë të palishme dhe pas skadimit të marrëveshjes. Avionët me numra regjistrimi ZA ASM 3676 dhe ZA MMK 4934 të marrë me qera në vitin 2023 nuk janë paguar për periudhën janar-mars 2025, çka përbën shkelje të rënd kontraktuale. Pasi kompania amerikane njoftoi prishjen e kontratës dhe kërkoi kthimin e avionëve, Sinan Idrizi dhe ortaku i ri Sinan Ishik jo vetëm që nuk i dorëzuan, por i mbajtën peng dhe vazhduan t'i shfrytëzojnë për fluturime tregtare, duke mos paguar as detyrimet në Eurocontrol. Më keq akoma, për të shmangur sekuestrimin, avionët janë parkuar në aeroportin e Stambollit, që prej 6 gushtit 2025 në mbrojtjen e Turkish Airlines, e cila zotron 49% të aksioneve të kompanisë shqiptare. Aktualisht Air Albania nuk zotron asnjë avion të vetin, të vetmet fluturime po kryen nga 2 avion të huazuar, një nga Flight to Sky dhe një tjetër nga Danair, për një rrjet shumë të kufizuar që përfshin Stambollin, Ankaran, Bolognan, Milanon dhe Veronën. Madje u janë hequr edhe logot, ndërkohë burime nga brenda kompanisë flasin për vonesa në pagesat e punojësve, mungesë sigurimesh dhe në gjendje të përgjithshme kolapsi të operacioneve.